Prokuroria ka kërkuar nga 45 vite burg për ish komandantët e ushtrisë kombëtare të Kosovës, të cilët ndodhen në Hag prej disa vitesh. Për të folur mbi këtë proces dhe mbi këtë kërkesë të prokurorisë, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohur zotin Selatin Retkoceri. Zoti Retkoceri, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Respekt. Profesor, si e pat këtë pretencë të prokurorisë ndaj ushtarëve çlimtar, ndaj ish komandantëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës? Çka të themi, një absurditet, diçka e jashtëzakonshme, diçka që unë nuk do ta pritja prej një gjykate speciale ndërkombëtare, edhe pse është nën jurisdiksionin e Republikës Kosovës. Megjithatë, prokuroria përkundër asnjë prove që nuk ka arritur ta argumentoj para gjykatës, të del një prokurore ndërkombëtare edhe të propozoj dënim individual për secilin nga 45 vite burg, edhe atë shabllon që i bie 4 atje të akuzuar zoti Thaçi, zoti Kadir Veseli, Jakub Krasniqi edhe Recep Selimi, po i bie që kjo 4 propozohen nga prokurori që ti marrin gjithsej 180 vjet burg. Edhe është interesant se akta për këtë grup ishte nga neni 35, ku klasifikohej UÇK-ja apo kë si ndërmarrje e përbashkët kriminale, dhe tani prokuroria heq dorë nga akuza dhe del në akuzë individuale, gjë që për mua është krejt e pakuptim, por si duket për shkak të kërkesave dhe protestave të qytetarëve, por edhe të faktorit ndërkombëtar relevant në këtë rast, ata duan që këtë akuzë ta bartin në çështje individuale për secili, edhe pse gjykimi nuk është bërë deri tash, apo prokuroria nuk ka pas asgjë për këta individualisht, por për strukturën komanduese të shtabit përgjithshëm të UÇK-s, edhe shtabit politikës brenda që ka udhëhequr brenda UÇK-s në atë kohë që e ka udhëhequr zoti Thaçi. Andaj themi se kjo që e ndëgjuam sot, fillimisht menduam, sepse atje përkthimi nuk ishte bërë mirë, menduam që doli një propozim prej 45 vjet për 4-shën, dhe na u duk se prokuroria ka marrë mësim nga mbrojtja, edhe po shkon në uljet apo propozim të ul dënimet, por kur kuptuam se dënimi është 45 vjet, apo kjo është faktikisht për këtë 4-shë burgim i përjetshëm, ose mund të themi edhe propozim për burgim tër jetën, sepse secili prej tyre është gati në moshën 60 vjeçare, përveç zotit Jakub Krasniqi, i cili veç i ka tani 70 vjet, kështu që për ata i bie që është burgim me vrasje ose burgim i përjetshëm, është krejt njësoj. Andaj themi se është një propozim sharlatanesk, është një propozim absurd dhe vërtet i pakuptueshëm për ne në këtë rast. Profesor, si shpjegohet që prokuroria shkon deri këtu sa kërkon 45 vite burg, pra çfarë prapaskena ka dënimi ish komandantëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës? Ku frymëzohen? Unë nuk jam jurist, jam ekonomist, po megjithatë kemi përvojë nga këto gjykata që po bëhen për ushtarët, për njerëzit që e bartën barrën kryesore në luftë edhe pas luftës,
propozimi për 10 vite burg, për se cilin është mënyrë që të ndikoj në gjykat që të jap një burg, një kohë zgjatje të burgut, spaku 20 vjet, apo të bie për gjys, në mënyrë që të duket se ka lehtësime. Por, unë mendoj se gjykata, e cila në vërtet prokuroria, e cila e ka pas akuzën krejt për diçka tjetër, për një ndërmarrje të përbashkët kriminale, edhe ishte ajo rasti komplet dosja e akuzës ka të bëj me shtëpinë e verë atje diku në Shqipëri, edhe o dalë se s'ka të bëj fare shtëpia verë në këtë rast dhe kanë dalë në akuza krejt tjera, të cilat kanë të bëjnë me strukturën komanduese edhe urdhrin për rrahje, për ndonjë. Në fund, në fillim, kur ka fillu gjykimi, kanë dalë komplet prej akuzës dhe kanë dalë në një teren tjetër, dhe krejt kemi menduar se për gjykohet gjykata UÇK-ja, tani kur u lexuan propozim dënimet për 4-shën e madhe të UÇK-s, doli se këto dënime janë individuale edhe për 4-shën. Unë nuk e di se si prokuroria ka mundësi të jap një propozim tillë individual, kur i krejt procesi, e gjithë akt akuza, krejt provat, kanë pas të bëjnë me gjykim të një ndërmarrje përbashkët kriminale, që në këtë rast është quajtur struktura komanduese e UÇK-s, edhe tani dalin në dënime individuale, gjëja se nuk po duan ta përbaltin UÇK-n, por në fakt këtu është përbaltja e UÇK-s dhe s'ka asgjë tjetër, nuk qëndron prapa kësaj. Por, kur e kemi parasysh se çfarë dëshmi ka siguruar prokuroria dhe 7 dëshmit e mbrojtjes janë pakrahasueshmërisht më të forta dëshmit e mbrojtjes, dhe unë jam i bindur që edhe avokatët, të cilët veç tani janë duke dhënë aty fjalën përfundimtare, unë mendoj që në fund gjykata do të merr vendim lirues për 4-shën e madhe. Ose ai ekstremi më i madh është që këtu do të ketë një dënim, por më pas shkalla e dytë, apeli, besoj shumë që nuk do të ketë asnjë bazë për të dënuar këtë 4-shë, por do të lirohen edhe djemt më të mirë, burrat më të mirë që i kishte kombi, do të lirohen edhe do të vinë në familjet e tyre, edhe do t'i bashkangjiten kombit shqiptar në rrugtimin e mëtejnë. Profesora, duhet kishte një retorik më mbrojtëse zoti Kurti ndaj ish-komandantëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës? Zoti Kurti nuk ka bërë asnjë përpjekje minimale për të mbrojtur 4-shën, për spaku për ta mbrojtur UÇK-n, nëse ai nuk do ta mbronte këtë 4-shë të madhe, ta mbronte UÇK-n, por të gjitha veprimet të cilat i ka marrë qoftë zoti Kurti, qoftë Ministria e Drejtësisë, e cila ka ndalë fondet për mbrojtje dhe fondet ka larë kryesisht pastaj nga vija tjera, edhe në këtë rast edhe nga Shqipëria, qeveria e Republikës së Shqipërisë është financuar mbrojtja e të akuzuarve, gjithashtu nga fondi për privat, i cili është themelu, por zoti Kurti dhe zonja Albulena Haxhiu vërtet nuk kanë bërë asgjë për të ndihmuar dhe për të dalë faqebardh UÇK-ja siç edhe e meriton. Këtu në këtë rast nuk është dashur që në asnjë mënyrë problemet apo konfliktet të cilat kanë mundur të ekzistojnë individuale ndërmjet zotit Kurti edhe zotit Thaçi edhe zotit Kadri Veseli,
të bartën edhe të mbihakmerën në formën çfarë kurti është duke u hakmarrë. Heshtja e kurtit gjatë krejt këtij procesi vërtet është e pa kuptim. Kemi menduar një kohë që zoti Glauko Njufsa shkoi në emër të kurtit për të vizituar në Hagë, por doli ma vonë që nuk e ka pas aprovimin e zotit Kurti, por ka shku në bazë detyre si kryetari i kuvendit edhe i ka vizitu të burgosurit e Hagës. Themi se zoti Kurti nuk është duke e kryer, por as zonja presidente nuk e kanë kryer detyren e vetë kushtetuese që në këtë rast e kanë për obligim të dalin në mbrojtje, jo vetëm UÇK-s, por të gjithë atyre që e kanë bartur barrën kryesore në luftën e UÇK-s 98-99. Por, në fund, po themi se unë mendoj, pas dëshmive të cilat i kemi pas nga zyrtar, nga Wesley Clarku, ambasadori Hill, edhe të tjerë të cilët dolën dhe e mbrojtën UÇK-n, unë jam i bindur, i mbrojtën edhe individualisht, sidomos zotin Thaçi, unë jam i bindur që gjykata sigurisht do të dajë drejtësinë edhe katërsha e madhe do të merr vendim lirues edhe do të lirohen djemtë më të mirë, burrat më të mirë që ndonjëherë në histori i ka pas Republika Kosovës. Nëse kjo akuzë apo prokurori e cila po shihet mirë që e ka burim apo ka ardhur si rezultat i serbëve, rusëve edhe shteteve armike të Kosovës, jam i bindur që megjithatë diçka ka mbetur nga gjykata edhe gjykata e drejtësisë në Hagë, gjykata jonë speciale, që është gjykatë nën jurisdiksionin e Republikës Kosovës, më në fund do të merr një vendim lirues, edhe pse gjatë procesit shpesh e kemi pa bashkëpunimin që nuk lejohet mes gjykatës edhe prokurorëve gjatë seancave të cilat shpesh kemi arritur aty përcjellim, edhe kemi pa se një bashkëpunim jo i mirë ka ndodhur ndërmjet prokurorisë edhe gjykatës, e cila normal duhet të jetë e barabartë apo peshore mes të organit të akuzës edhe mbrojtjes, e cila në të gjitha rastet ka dominuar dhe ka qenë më e fortë edhe ka dëshmuar se katërsha nuk është dhe nuk bardh përgjegjësi komanduese për rastet të cilat kanë ndodhur banale, të cilat i kemi pa nga shumë dëshmitarë të cilët janë marrë me shtazë e me viç atje, e me lop, e me rraje, e me flakaresh, të cilat nuk ka pas rast as Kurti, as zoti Thaçi, as zoti Jakub Krasniqi, as i nderuari Kadri Veseli, as Recep Selimi, as të shpërndajnë flakaresha në luftë, sepse edhe fundit, edhe nëse ka qenë ndonjë rast, nuk mund të propozohet një akuzë e tillë me burgim 45 vjeçar për një flakaresh ose për një lop apo veç të prerë. Këto vërtet janë absurditete që kur mendja nuk më ka shku, nuk do të doja të ndëgjoja se vjen diçka e tillë nga gjykatës apo prokuror me renome ndërkombëtare. Ndërkohë kemi pasur tjetër çastje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shpesh herë kanë pasur kritika ndaj kësaj gjykate. A mund të ndodhë që në rast se një dënimi të mundshëm mund të tërhiqen, po themi, gjykatësit e Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kjo gjykatë? Gjykatësi kryesor është amerikan, edhe jam i bindur që nëse tentohet që gjykata atje tash se votojnë, gjykatësit do të votojnë për dënim dhe nëse dominon bindja për t'i dënuar, pa marrë parasysh, unë mendoj që edhe me 5 vjet, më shumë se 5 vjet, nëse dënohen përsëri vendimi është i padrejtë. E lere më që mund të shkohet në hapin e parë me një propozim mas pak të 15 vjet për secilin, e kjo sigurisht do të bëj që Amerika, që e dim, jam i bindur,
jam i bindur që do të reagojnë edhe gjykatësit amerikanë mund të tërheqen. Edhe pse unë mendoj që për procesin nuk është mirë tërheqja e tyre, sepse pastaj mbetet në dorën e evropianëve që janë të gatshëm të dënojnë këtë grup diçka që vërtet do të kishte pasoja të paparashikueshme për Kosovën në përgjithësi, e lërë më për UÇK-n që do ta përllështe edhe do të na krijonte vërtet diçka që askush prej nesh nuk e kemi prit, përveç atyre shpirt këqinive të cilët e presin me duar trokitje këtë dënim i cili u propozua sot. Amerika jam i bindur që është kundër, po tani sa do të ndikoj ajo në vendimin e gjykatës, presim shpejt, që mendoj që shpejt brenda mujit ose 45 ditëve sa është afati për t'u lexu mendimi, do të presim, por mendoj që një dënim minimal nga gjykata dhe mund të propozohet për të arsyetuar këtë qëndrim në paraburgim më tepër se 5 apo mund të bëhen 6 vite derisa përfundoj i gjithë procesi. Zoti Ret Koceri, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi ime.